Kriza politike në Britaninë e Madhe po thellohet pas dorëheqjes së kryeministrit Keir Starmer. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka bërë thirrje për zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme sa më shpejt të jetë e mundur. Farage tha se largimi i Starmer tregon një dështim politik dhe se qytetarët britanik duhet të kenë mundësinë të vendosin për udhëheqjen e ardhshme të vendit. Sipas tij, Britania po shkon drejt një periudhe të re të paqartësie, pasi kryeministri i ardhshëm mund të marrë postin pa u votuar drejtpërdrejt nga populli në zgjedhje kombëtare. Ai kritikoi gjithashtu faktin që shumë nga politikat e qeverisë laboriste, sipas tij, nuk ishin pjesë e programit elektoral të vitit 2024. Farage e përshkroi situatën si një tjetër shenjë të paqëndrueshmërisë politike që ka përfshirë Britaninë vitet e fundit. Ndërkohë, gara për zëvendësimin e Starmer duket se po anon drejt Andy Burnham, një politikan me karrierë të gjatë brenda Partisë Laboriste. Burnham ka marrë mbështetje nga figura të tjera të rëndësishme të partisë, duke rritur mundësinë që ai të zgjidhet pa një garë të ashpër brenda laboristëve. Procesi zyrtar për zgjedhjen e liderit të ri pritet të nisë më 9 korrik. Nëse do të ketë garë, lideri i ri mund të konfirmohet deri në shtator, ndërsa nëse arrihet një marrëveshje e brendshme, ai mund të marrë drejtimin më herët. Ndërsa Partia Laboriste përgatitet për ndryshimin e udhëheqjes, opozita po kërkon zgjedhje të reja, duke e kthyer krizën brenda qeverisë në një betejë më të gjerë për të ardhmen politike të Britanisë.